veti pse situata juaj më ngjason me thënien e Dritë Roagolit, shkëlqimi dhe rënja e shokut Zilo, ose më saktë shkëlqimi i Taravarit dhe dalja nga qeveria. Si e mendoni të ndryshimin kur në fakt e premtuat para një viti? Dëgjoni, në qoftë se më pyetni mu, unë ndryshim pritësha që çdo qytetar këtu thote se po, situata është më mirë. Sot kur bisedon me qytetarin, ku do qoftë që të shkësh, fatkeqësisht tonë jemi pak ma keq se sa kur ishin ato të cilët ne i kemi kritiku 22 vjetë dhe vazhdoj të kritikoj. Punën më të madhe ne e kemi bë në momentin që e kemi sjell, ne e themi ndryshimin, po tash del se nuk qenë ka ndryshim. Nuk është ai ndryshim që e premtu. As shqiptarët nuk ndjehen më mirë, as qytetarët nuk ndjehen fatkeqësisht këtë e them, se pjesë ati gabimit jemi edhe ne. Si të përfundohe karriera ime, tetor kryetarët e partive kanë edhe përgjegjësi. Në qoftë se dalim me rezultate të mira, vazhdojmë. Në qoftë se dalim me rezultate jo të mira, atëherë dihet